700 ndërtime të palishme kanë postuar këtë fat në kryeqytet. Për numrin 1 të institucionet që ka marrë përsipër të lirojë hapësirat publike. Nuk ka prishje selektive. Por prishje selektive nuk është absolutisht e vërtet. Ato objekte që mund të kenë ngelur dhe që mund të prishin syrin e qytetarit ashtu si dhe hetimin, janë objekte ashtu siç thatë ju me leje ndërtimi apo me leje legalizimi, të legalizuara mbas edhe në kundërshtim me normat juridike të shtetit shqiptar dhe janë lënë për një fazë të dytë dhe janë duke u shqyrtuar. Sipas drejtoreshës Sejnuk, kushdo që ka një objekt pa leje, ta largojë vetë. Në të kundërt, shembja e tij do të shoqërohet edhe me kallëzim penal. Çdo ndërhyrje e Inuk në territor do të shoqërohet me kallëzim penal ndaj çdo subjekti që ka ndërtuar, ndërton apo shfrytëzon territoret dhe hapësirat publike në mënyrë të kundraligjshme ndaj tyre dhe do të vendosen masa përveç penale dhe administrative për lirimin e trullit dhe kthimin e tij në gjendjen e mëparshme. Deri më tani janë bërë kallëzime penale për 37 qytetarë, ndërmjet të cilëve edhe funksionar publik. Pritet që ky aksion të vazhdojë në të gjithë Shqipërinë. Inuk është përqendruar edhe në akset nacional, duke hequr 2331 tabela reklamuese nga 2833 gjysej.